problem është patjetër se Nica dhe Tazati që në Sarand, në Rëzom, janë të boshatisura nga policia është problem. Çështja është si do ta zgjidhim dhe a mund të flasim për oferta që qytetarët të na dëgjojnë dhe të mbyllim këtë debatin shterp të politikës që ju jeni më të mirët e ne më të këqinj dhe të dëgjojnë dy oferta dhe të zgjedhin? Në këtë ofertë politike, Partia Socialiste ka dalë me oferta të caktuara. Që është? E para, e kemi një obligim që ne të mbështesim momentumin që jam e ty unë që Bashkimi Evropian na ka rënë në qafë, momentumin që kemi në 2027-ën. Sepse ky momentum, nëse ikën, ti e di shumë mirë, ne e dim shumë mirë, gjithë e dim shumë mirë që nuk e di kur të vjen më. E dyta, ne dhe që ta mbrojmë këtë momentum, për shumë duhet mbrojmë dhe reformën drejtësi. Duhet mbrojmë SPAK-un, sepse po iku SPAK-un, nuk ka më një 2027. Dhe këtu PD-ja duhet përgjigje, do a shkria po jo SPAK-un. E dyta, në nivel lokal, si do përmarrë një qendrore dhe një lokale, dhe një angazhim timin dhe si kandidat për deputetin Qarkun e Vlorës. E dyta, si ne do të rrisim turizmin që Saranda, Himara dhe Vlora të kenë turizme më shumë lek, dhe nga ana tjetër këtë turizëm ta zgjerojmë në Finiq, në Konispol, në Delvin dhe në Selenic, për të dhënë një ofertë tërësore turistike, një mënyrë që të shmanges shpopullimi. A të të bëj një pyetje këtu Ardit? Po derisa vi momentumi, me që flet për turizëm një tani, me që erdha javën e kaluar. Rruga nga Vlora drejt Himarës është e hapur deri në gjuse, po rregullohet. Do rregullohet. Bypassi është i mbyllur, tuneli është i mbyllur. Po kur do rregullohet? Po mos i futem këtyre debateve. Po jo, po rregullohet një rrugë dhe mbyllet tjetra, nuk mbyllen gjitha rrugët njëkohësisht. Korrekt, kjo është populizmi pra. Po tani do rregullohet pra. Se kur do rregullohet? Nuk mbyllen gjitha, po logjika ka bën një rregullon një mbyll tjetër. Tani japet aeroporti. Është bërë ajo rruga që Kuçi, që dikur ka qenë 5 orë nga deti, është 40 minuta nga deti. Ne mund të flasim sot me këtë infrastrukturë që është bërë nga Partia Socialiste, po le të ishte bërë nga Partia Demokratike, se ka bërë dhe Partia Demokratike infrastrukturën. Mos u tremni ti themi të dyja palë. Jo, ka bërë vepra të mëdha, se rrugë e kombit do të ishte tani që është bërë kjo infrastruktura, mund të flasim për vizionin e zhvillimit të Krujës dhe unë të Vlorës e të Sarandës, në mënyrë që qytetarët të zgjedhin një ofertë politike e të mos rrim në tifozeri edhe në fyerje. Fole 10 minuta dhe nuk the asnjë program deri tash. Asnjë program nuk the. Nuk është fyerje kjo, nuk fole për debat politik, nuk the. Unë thash, bëra një sfidë shumë të thjeshtë, i ftoj kandidatet e Partisë Socialiste të dalim krah për krah në rrugët dhe të patjetër, quhemi tani direkt pas. Ku do dilin? Shkodra në Vlorë. Unë i ftoj ata të Shkodrës të dalim tek qytetarët e Shkodrës. Ai fton ata të Vlorës me dalë. Ja ku kemi qytetarë, më kemi këtu. Patjetër. Po lere më këtë retorikë. Nuk është retorikë, është sfidë. Nuk është retorikë, është sfidë. Sepse qytetarët, jo mos më drejto mua më të fjalor. Jo s'ka problem. Jo, jemi në studio televiziv dhe po bëjmë debat politik. Ne kemi, ju nuk janë këto qytetarët. Qytetarët e Shkodrës, asnjë deputet i Partisë Socialiste nuk del të takojë qytetarët e Shkodrës sepse nuk ka as moral dhe as fytyrë politike. Të dalin, bëjnë ca video, bëjnë ca klipe edhe i pompojmë në ato që quhet flusk mediatike, por askush nuk del dhe përballet me hallat e qytetarëve dhe ti dëgjoj ata. Cilat janë këto hallet të zgjidhësh, a mund na i thuash Mariana? Po talon me zhytur në shuar totalisht ajo që quhet klasë mesme. Shkodra është zhytur totalisht në varfëri. Është oferta politike, si do të emra ktheheni pak lokale. Si do ta zgjidhni? Por ne kemi pjesën e varfërisë, pjesën e padrejtësive, pjesën e korrupsionit dhe pjesën e rikthimit të diktaturës. Jo më larg se dje, është pushuar nga puna nën kryetaria e Partisë Demokratike me motivacionin që është edhe nga familjet e vjetra nga Kazas të Shkodrës, me motivacionin se ka mbajtur qëndrim politik gjatë kohës secili është i lirë të shpreh. Po, është ndaluar me ligj, por Bashkia e Shkodrës siç duket tashmë nuk njeh. Ju keni këtë administratën fushatë apo se çfarë është ligji? Po si pushohen? Ai kanë nxjerr policë në fushatë, një kapele dilnin në fushatë. Me motivacionin që ke shfaqur bindje politike nën kryetares së Partisë Demokratike. Jo bindje, është angazhim i fushatë. Nuk ka bërë angazhim, zonja në fjalë ka qëndruar gjatë gjithë kohës korrekte, vetëm se ka vendosur kurora si të përsekutuar me datë 2 prill në dëshmorët. Tani këta nuk janë qytetarë. Tani në këtë qeveri jetojmë ne. Unë po flas për Shkodrën, po flas për Shkodrën. Po flas për gjyqin që ka bërë dhe diskriminimin që i ka bërë kjo qeveri Shkodrës. Mariana, po. Në përgjigje të pyetjes shëbane, unë jam i vajzë shëvi prej terrenit, nuk është raport që jam të zbrit. Çfarë ke studiuar në Rom? Shkenca politike, marrëdhënie kombëtare po në Gjenova. Shkenca politike, marrëdhënie kombëtare. Edhe në Tiranë.
edhe në fushat nuk delet dorë për dorë, delet me sytë hapë dhe vesh hapë për me një qytetarin thjesht, dhe jo vetëm fushat për tonë kohen. Edhe Partia Socialiste, sidomos qështë e ka ardhën Kryet Bashkisë Benet Beci, për ata që donë me po janë bo shumë punë. Unë mune me i përmen, jo vetëm prej qeverisës lokale, për qeverisës qëndrore, na kena bypassin, kena Shirokën që është në këthy në super zonë turistike të arrit vlerën biznesit Venas dhe pronave Venas dhe qështë ta është bo pedonalja, kena rekonstruktimin e kalas Rëzaft, kalas Drishti që është në proces, edhe qështë se a bo, për përmeni disha sfunit, veshja e kapotave të palateve në për rrugë të Shkodrës, kjo është faktike, është rritë shmimi me 300 euro për metër katror. Pra faktet për ata, sigurisht sepse përfiton ekonomia mendase, atëherë në që senatona për me rritë zhvillimin e zonës e të venit, do të investojnë, janë po shmangshme rritja e shmimeve, sepse dhe përfitimet janë të maja. Që për ata që dojnë me pa dhe dojnë me vlerësua punën, shojnë projektet edhe qa pëndollën të rren, edhe konkluzioni është i qartë. Fitore po diskutueshme për partitë. Nuk e pranovi sfiden askush gjithsesi, se pranovi kërkush sfiden. Po kjo nuk është sfidë. Ora po vi unë më merr më herë dal ti shoh. Hajde dhe shohim, ne kemi dalë çdo. Çfarë po kuptoj është që autorët e krizës po na japin tani zgjidhjen e krizës. Po cilat janë autorët? Dhe më lër të mbaroj këtu. Tani, në atë lapsusin freudian që u tha për pasaportën e europiane për si kali Trojës, në fakt nuk jeni shumë drejtë, sepse Rama, të lutem të mbaroj, Rama ka diçka interesante. Në tipin e vetë të shpërpjehu gjithmonë që tjetë folklorik, ka fituar me tepsi Tallavat Timon, tani është me kënet. Dhe në stilin e ti është bërë Orwellian, është bërë pak më filozofik në retorik. Thot, këneta që është ferri, Parajsa që është Bashkimi Evropian, edhe unë, që jam mesia që do ju shpëtoj nga ferri, do ju qoj drejt Parajsës. Po ka një problem. Ne nuk po shikojmë asnjë program konkret përsa i përket Partisë Socialiste. Falta të tani, as 2017 spati, as 2021 spati, ndërkohë që ne po vim me një program, po vim me një paket, e cila do të vinë në ndihmë të qytetarëve të Shqipërisë. Dhe një nga propozimet që ne kemi sjell, duke marrë parasysh popullimin, si po na vjen popullimin, mëse është fakt. Dhe një problem që socialistët, që ne kemi me socialistët, është relativizimi i skeqjes, që thonë është dukuri globale ndodh gjithandej. Shpopulli na vjen në dy mënyra. Kemi së pari uljen e lindshmërisë, jemi normë më të ulët që kemi pas në njerëz si kom në 1.21 lindje për grua, dhe së dyti kemi emigracionin masiv, që jemi të barabartë apo më shumë se sa vendet që janë në luftë. Tani çfarë do të bëjmë? Ose do ta shikojmë Shqipërinë me shqiptarë, ose do të jemi të detyruar të fillojmë dhe ne të importojmë njerëz nga vende të tjera, që të jemi Shqipëri. Importojmë nga njerëz të tjera mund të marrim dhe ne, mos e bëni si tabu se duket sikur ne jetojmë. Në globalizëm ti do japësh dhe do marrësh. Unë nuk jam globalist, kjo është çështje, prandaj unë jam në politikë. Sepse unë dua të shikoj Shqipërinë me shqiptarë dhe vetmja mënyrë është ta shikosh familjen si investim dhe jo si shpenzim. Për këtë arsye, Jonathan, po nëse Britania do ta shoh vetëm me britanik dhe Gjermania vetëm me gjerman, dhe këta emigrantët shqiptarë që janë atje, në autobus dhe dikten mbrapa, ne s'do jemi dakord me këto politikë. Ja t'ju tregoj, të gjitha vendet përballen me diçka që quhet trilema. Nga këto të treja mund zgjedhin vetëm dy, që është fertiliteti i ulët, vazhdimshmëria etnike dhe zhvillimi ekonomik. Japonia në vitet 70 kishte fertilitetin e ulët, donte dhe vazhdimshmërinë etnike, dhe shkoi në krizë ekonomike. Nga ana tjetër, Gjermania kishte fertilitetin e ulët, donte zhvillim ekonomik, dhe u detyroi që të merrte njerëz nga jashtë. Tani, ne jemi përballë po liberalizon politikat e emigracionit. Ne jemi përballë një pike që ne duhet marrim një vendim. Çfarë do të bëjmë me vazhdimshmërinë tonë etnike? A do të vazhdojmë me shqiptarët apo do të fillojmë që të marrim njerëz nga jashtë dhe të miksojmë? Ne do mbledhim shqiptarët këtu. Kjo është shumë e rëndësishme. E para, vetëm për të dhënë argumente. Zgjidhje që për ta mbaruar mendimin deri në fund. Për këtë arsye në 2022-shin unë isha në Hungari, Hungaria po bën një punë fantastike përsa i përket politikave fiskale për familjes, kanë një ministri të familjes dhe thash, ore, këta kanë qenë në të njëjtin problem, sepse dhe Hungaria përpara se të futej në Bashkimin Evropian kishte të njëjtin hall. Do futemi në Bashkimin Evropian, pjesa që janë këtu do t'ikin në vend ish komunist. Njëjtin problem kemi dhe ne në Shqipëri. Pra, çfarë mund të mësojmë nga Hungaria? Kemi marrë një model që është model shumë i bukur, të krijojmë ministrinë e familjes në këtë vend, që ta shikoj familjen si investim dhe jo si shpenzim. Për këtë arsye në qeverinë Berisha 2025 do të fillohet për herë të parë në Shqipëri Ministria e Familjes. Ministria e Familjes. Lira pastaj se. Jo, më pëlqen shumë kjo ideja dhe besoj që do gjej shumë përkrahje. Problemi qëndron që çfarë sfidash do duhet përballoj kjo lloj ministrie përballë kësaj politikës madhe ti je shumë koshient. Megjithatë, për sa i përket programit të
Partisë Socialiste, me që po flasim që kemi program apo s'kemi program. Besoj që gjithë ne kemi parë atë simbolikën që postohet vazhdimisht me numrin 5, edhe është, për mua nuk është e rastësishme as pak, sepse janë 5 pika kryesore të programit Partisë Socialiste për të fushat elektorale, duke filluar që nga pensionet, arsimi, rroga, strehimi, për kredite buta dhe për përmirësimin, lehtësimin e jetesës qytetarëve, dhe patjetër që shëndetësia. Sigurisht prioritetet... Më falë, në këto 12 vjetë, këtu janë një sipas kësaj që përmendam. Për sa i përket arsimit, raporti i fundit i PISA-s, ty ta rendit Shqipërinë barabartë me Palestinën. Po flas të barabartë me Palestinën. Me Palestinën. Ti po diskuton për shëndetësinë, ndërkohë që shëndetësia në Shqipëri të lëmë vdek. Tani, të vërteta diskutojmë sy dhe mos bëhemi hipokritë kur flasim për realitetin shqiptar. Po flasim për programin e Partisë Socialiste për të fushat dhe parashikimet janë që po keni 12 vjet që e keni rënë këtë vend, tani po thua ti që do ta ngrem pensione më të ulta se sa 200.000 lekë vetra për pensionistët, sigurisht që ka shumë për të bërë, por ka detaje shumë të mira që duhen përmendur këtu, sepse është hequr tavani i sigurimeve shoqërore, që do të thotë ti do të marrësh dhe të përfitosh sipas siguracionit që ti paguan edhe pensionin në të ardhmen tënde. Çfarë profesioni keni? Unë jam psikologe klinike në profesion. Psikologe. Po. Psikologe klinike, vi nga shoqëria civile. Dhe kam një goxha arkiv të gjatë kontributore në terren, në komunitet, për shumë kauza që kanë të bëjnë me gratë, me të rinjt, me grupet vulnerabël, te ekonomia pak na lër që ta shtjellojmë çiksa. Më pyete për programin. Kam pyete për programin. Qeveria dua ta them vetëm diçka, se meqense u lidh programi dhe këto gjërat i them me shumë kompetencë për një arsye shumë të thjeshtë që do ta bëj publike. Normalisht të rinjt po thonë që ne nuk jemi të gatshëm dalim në sfida, po takojmë njerëzit, dhe për më tepër guxojnë të thonë që ne nuk dalim të takojmë njerëzit. Unë kandidoj për qarkun e Tiranës në njësi nëmër 5. Dhe dua ta them që jam shumë fat, edhe pse unë termin fat e përdor shumë radh, do them ndiem e bekuar që kandidoj dhe dal të takoj banorët e njësisë 5 çdo ditë për krah zotit Braçe, Arion Braçe, cilin dua ta falenderoj publikisht sepse më ka dhënë një mundësi shumë të madhe për të takuar me elektoratin në një strukturë të gatshme, të ngritur, dhe ka një model që dua ta them. Nuk gjen ti kollaj të gjesh 2 politikan bashk, ose po themi 2 kandidat bashk, se me modesti ti them vetes politikane, unë sa po kam hyrë në këtë rrugtim, mbasi bëhet i gjithë prezantimi, zoti Braçe më prezanton dhe mua si një kandidate e re, dhe ne nuk kemi rival në këtë lloj rrugtimi, edhe pse, jemi të dy në listën e hapur dhe jemi në garë, por nuk jemi rival, jemi bashkëpunëtor, jemi në garë. Unë nuk e konsideroj fare rival, Bëjmë edhe ne, mund ta bësh por në garë janë garë, tani me që jemi të programi. Edhe me pritshmëri që ka nga publiku. Kështu që të thoni që ne nuk dalim takojmë njerëzit, kjo Jo, i takoni, por nuk jeni që i thoni se s'keni bilanc. Tani, qeveria që kemi përballë i ka plotësuar kushtet shqiptarëve për të larguar nga sytkëmbët. Pra, kemi të bëjmë një qeveri kuislinge e cila i ka plotësuar kushtet shqiptarëve për të larguar nga sytkëmbët. Kjo është e para. E dyta, unë kam propozuar një komision hetimor parlamentar për vendosjen para përgjegjësisë të autorëve të shpopullimit të Shqipërisë. Kjo që ka ndodhur nuk është lëvizje e lirë. Të shpërngulësh shqiptarët nga trojet e tyre do të thotë që të zbatosh memorandumin e famkeq të Vaso Çubrilovicit. Është 39 faqe, e kam lexuar, dhe qeveri që e zbaton motamo atë që ka thënë Vaso Çubrilovici, si t'ia nxjim jetën shqiptarëve, ti largojmë nga Shqipëria, ti heqim qafe, fal, ta mbaroj edhe të dëgjova me vëmendje. O zotni, një sekondë tani. E para, pra, komisioni hetimor parlamentar, Ministria Familjes, tha Gjonatani, ka qenë një propozim i on për zotin Berisha, i cili e ka pranuar, që do jetë një ministri kujdestare për implementimin e të gjithë politikave për një objektivi parë, mos na ikin më shqiptar nga Shqipëria, sepse me këtë ritëm, në vitin 2040 ne kthehemi në 800.000 banor, konkurrojmë Malin e Zi, që është diku te 600.000 banor, pra humbet territori,
si pasojë marrëveshjes Rama Meloni, ekstraterritorialiteti, që kur na tha dhe kryeministri bavarez, më fal, që duat sjellë emigrantët e palishëm nga Muniu në Shqipëri dhe kosto për një emigrant anglis i del më lirë këtu se sa në Ruanda, pra ne duhet ndaj mendjen, jemi për turizmin apo jemi për konceptin e ripopullimit të Shqipërisë. Përzejmë shqiptarët dhe cillim këtu njerëz të etnive tjera që s'ka asnjë probleme me ta, por ne nuk jemi të gatshëm për ta pranuar këtë operacion. E kundërshtuan gjykatat europiane, gjykatat e Italisë dhe thanë që kjo është shkel të drejtave të njeriut dhe gjykata jonë kushtetuese u bë shurt me mece. Prandaj, Ministria e Familjes si objektiv 2 do të ketë pikërisht riatvesimin e shqiptarëve. Çdo të thotë riatvesimi i shqiptarëve, Bashkimi i Familjes Shqiptare, që për shembull, në rast se të rinjt kthehen në Shqipëri, e kemi bërë këtë ushtrim në 2012-2013, ku u kthyen shumë shqiptarë nga jashtë brenda, si pasojë edhe krizës në Itali dhe në Greqi, pa diskutim, por në rast se ata kthehen në Shqipëri, të paktën për 5 vite të para nuk do paguajnë taksa. Njerëz që do hapin biznese dhe sigurisht që në rast se bashkohet familja, pse kanë qenë familjet e mëdha FFZ-u, keni familjen Jashari, pse shqiptarët bënin shumë fëmijë përpara? Sepse ishte edhe lufta aty. Disa i çonin dëshmor, familjet e mëdha gjithmonë e kanë bërë kombin, sepse është rreth vicioz. Familja dhe kombi janë e njëjta gjë. Duke goditur familjen dhe duke i thonë babës prindi 1 dhe nënës prindi 2, që unë e refuzoj dhe prandaj kam dalë dhe jam futur në politikë për këtë gjë, sigurisht që ne e çojmë familjen në një qorë sokak. Ne kemi 2 gjini, edhe urdhri ekzekutiv i presidentit Trump ka thënë mashkull dhe femër. Kjo gjë duhet ndodhë në Shqipëri. Agendat majtiste duhet marrin fund i erë për gjithmonë, mos e prek familjen, mos e prek kombin dhe mos e prek zotin.